يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، falendrimet lavdatat I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, krijuesit tan. Salavatet, selamet, paqja dhe lavdatat E tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen dhe shokët e vet, dhe mbi gjithë besimtarët që të ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vërtet fjala më e mirë është fjala Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi I sakt është ai Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo shpikje, çdo risi është bidat, dhe çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje fundin e saj ka në zjarrin e xhehenamit. Allahu na ruajt prej tij. Jemi me hadithin numër 28 nga 40 hadithet e Imam Neveviut, në të cilën transmetohet nga Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, I cili thot: "Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajlat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshilloi me këshill të cilën apo nga e cila zemrat tona u tërqethen dhe syt tan lotuan. Fa qulna ya Rasul Allah, I tham, o I dërguari Allahu xhalla shanuhu, كأنها موعظة مودع, duket kjo këshilla jotja sikurse këshilla e personit që don të jep lamtomirën. Fa ausina, andaj vazhdo na këshillon një këshill të përgjithshme, pra përfund. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas gjithë kësaj këshilla I dha edhe këshillën tjetër, duke ju thënë shokëve të vet: "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a." U këshilloj në devotshmëri karshi Zotit. Pastaj të dëgjoni dhe të respektoni. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi. Thot edhe nëse, pra, ndëgjoni dhe respektoni edhe nëse përgjegjësi juaj vendoset një rob. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Vërtet ata që do të jetojnë prej jush pas meje do të shohin kundërshtime të mëdha. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Andaj kapuni fort për sunetin tim dhe sunetin e udhëheqësve të drejtë dhe të udhëzuar që do të vinë pas neve. Addu alejha bin nawajidh. Kapuni aq fort, pra e ka dhënë shembullin, apo ka dhënë shembull sikur se thot të kapeshit me dhëmballa. Wa yakum wa muhdathatil umur. Dhe ruajuni nga çdo shpikje. Pra nga gjërat e shpikura, fa inna kulle bid'atin dalale, nga se çdo shpikje, çdo bidat është devijim. Këtë hadith e shënon Imam Ahmedi në musnedin e tij, pastaj Abu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Majah, e shumë të tjerë siç është Ibn Hibani, e tjerë, dhe rezulton hadithi të jetë hadith I sakt. Imam Bukhariu dhe Muslimi nuk e shënojnë apo nuk e nxjerrin këtë hadith për arsye se ai nuk I plotson kushtet e Bukhariut dhe të Muslimit, edhe pse Imam Hakimi pretendon se ai plotson kushtet e Bukhariut dhe të Muslimit, por në fakt këta dy dietarë nuk kanë nxjerrë nga transmetuesit, këta transmetues të cilët të gjithë janë nga Shami. Bukhariu dhe Muslimi nuk kanë nxjerrë hadithe nga disa prej këtyre transmetuesve. Pra, ky hadith, kjo këshill e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e mjaft e rëndësishme, dhe këshillat e tilla Resulullah alaihi salatu wasalam ja ka dhënë shpesh sahabëve, dhe një prej obligimeve fetare, një prej mësimeve të Allahut, pastaj të pejgamberëve, të sahabëve dhe dietarëve të selefit është që muslimanët të këshillohen.
muslimanët këshillojnë mes veti, por të këshillojnë edhe të tjerët. Andaj Allahu Azza wa Jall në disa ajete kuranore e ka urdhëruar pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu pas tij edhe neve, që të këshilloj sahabët e tij dhe muslimanët. Wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Thot Allahu Azza wa Jall, ti këshilloj ata dhe thuaje fjalë mjaft të mira, domethënë fjalë të dobishme. Pastaj fjala tjetër, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasana. Thot thirr në udhën e Allahut Azza wa Jall me urtësi dhe me këshill të mirë. Pra me urtësi dhe me këshill të mirë, nga këto hadithe dhe nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam arrim të kuptojmë se është obligim fetar i hoxhës, i dietarit, por edhe i besimtarëve në përgjithësi, i kryefamiljarëve etj, që t'i këshillojnë muslimanët kudo që kanë mundësi. Bazuar në këtë gjë, pra në këshillim, në këtë urdhër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e praktikante shpesh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kish këshilla apo derse të rregullta, por kish edhe këshilla të rastit që aja jepte xhamatit kohë pas kohe kur ishte e nevojshme dhe arsyeshme. Këshillat e rregullta ishin ato që Rasulullah i jepte në hutbën e xumas, pastaj edhe në hutbët e bajrameve, ndërsa këshillat e her pas hershme ishin kur ndodhte ndonjë fatkeqësi, kur ishte ndonjë luftë, kur ndodhte ndonjë kundërshtim mes muslimanëve apo sahabëve, ose kur ishte ndonjë ceremoni, martese e gjëra të tilla. Gjithashtu, domethënë, edhe ndodhte ndonjëherë që Rasulullah përpik qefit të ngritej dhe të fliste. Kishte raste kur fliste tek vendi i imamit, por kishte raste kur hypke në hutbe, në minber, edhe i jepte domethënë këshilla sahabëve radiallahu ta'ala anhum. Mirë po, prej cilësive, prej vetive të këshillës së Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndër të tjera ka qenë edhe mos teprimi në të folur. Nuk fliste shumë, nuk e tepronte me orë të tëra. Andaj, nuk është sunet i muslimanit që apo i hoxhës edhe i dietarit që derset e tij, ligjëratat ose këshillat e tij të janë shumë të gjata për të lodhur ose për të mërzit xhamatin. Pra, kanë qenë të shkurta, nuk kanë qenë të shpeshta dhe kanë qenë gjithë përmbledhëse. Pra, ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Pra, këshillat e tij kanë qenë gjithë përmbledhëse, fliste pak por thoshte shumë sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kështu që edhe neve në ditët tona duhet të këshillojmë, por këshillat tona duhet të jenë sa më të thjeshta, sa më të kuptueshme, mos të jenë shumë të gjata, sepse kjo do t'i mërziste, por edhe mos t'janë edhe të shpeshta. E këtë tradit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pasuar Abdullah ibn Mesudi, pra që transmetohet prej tij se e kanë pasuar shumë sahab, ku ai kur shkoi në Kufë, në këtë qytet në Kufe, këshillante nxënësat xhamatin e tij me këshilla, dhe ata kërkuan prej tij që ky t'i shpeshtonte këshillat, nga se kishte caktuar një ditë, një javë. Ky sahabi radiallahu anhu, pra përmendet se ishte ajo dita e enjte, pra në ditën e enjte, jepte këshilla, ata i thanë, sikurse të na japësh më shpesh se po kemi dëshirë. Mirë, po ai tha, nuk dua që t'u jap më shpesh këshilla se kështu më mësonte apo neve merrnim mësim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këshillat e rralla, si me thonë pak më të rralla, jo shumë të shpeshta, nxitin kurreshtje për të dëgjuar, vullnet për të dëgjuar, edhe kështu njeriu nuk e humb domethënë interesimin për këto mësime, për këto këshilla. Andaj ai një herë në javë jepte mësim, por xhamati ishte shumë interesuar, e jo sikurse disa njerëz domethënë që mundohen çdo ditë të japin derse, të mbajnë derse, ku neve kemi vërejtjen nga disa vllazën tonë të cilët edhe jo vetëm që mbajnë shumë derse ditore, ndoshta 2 ose 3. Mirë po edhe janë disa tema të cilat ndoshta janë herët ose janë të paarsyeshme trajtimi i tyre nga këndet të cilat ata ja bajnë. Jo kjo se kemi ndonjë zili ndaj dikujt, mirë po bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në rastin e Abdullah ibn Mesudit, pra nuk është sunet që xhamatit çdo ditë të mbahet ders mas drekës ose mas ikindis, përveç derseve domethënë shkollore që janë, mirë po nëse është dersi këshill, atëherë mbahet pak më rrallë. Po ashtu kemi vërejtje edhe ndaj hoxhallarëve të cilët domethënë i zgjasin hutbet e tyre me pretekstin se e kanë nxënë xhamatin,
e kanë zënë domethënë edhe s'ka ku ik xhamati deri në fund dersit, edhe kështu e zgjat ndoshta 1 orë apo më tepër. Dhe nëse i thua që zgjat arsyetohet mirë, thot ka xhamia tjera, le të shkojnë ata që s'kan kohë ose që përtojnë me ndëgjues ose që kanë nevoja fiziologjike ose smundje të caktuara, le të shkojnë nëpër xhami të tjera të fshatit ose të qytetit. Megjithatë neve i themi nuk është kjo arsyeja që ti më zgjat. Pra nëse ka xhamia tjera, për arsye se vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka zgjat. Edhe ai ka qenë mësuesi më i mirë se sa unë edhe ti. Fjalët e tij kanë qenë më me vend se të mijat edhe tuat. Si hoj. Edhe xhamati i tij ka qenë më i mirë se sa xhamati yt edhe imi. Por megjithatë nuk e ka zgjat me ta. Ka pas dëshirë që ata të kenë vullnet për të ardhur në ders ose në xhami. Andaj, nëse ai person po tham shumë më i kompletuar se sa ne, dhe nxënësat e tij shumë më të mirë se sa nxënësat tonë, prap kanë pas rezervë dhe kujdes në këtë pikë, atëherë neve nuk kemi asnjë arsye që të mos kujdesemi në këtë pikë, pra mos ta teprojmë në zgjatjen e sidomos të hutbeve të ditës së xhuma. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم ووعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. Thot sahabiu na këshilloi Resulullah sallallahu alaihi wasallam me një këshill nga aq madhështore, beliga, aq oratorike, sa zemrat tona u tërqethen edhe syt tanë mbushen me lat. Kjo jep me kuptu se Resulullah sallallahu alaihi wasallam e kishte oratorin në kulminacion. Dhe zatën një prej gjërave, prej vetive, veçorive që janë dhënë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yu'tahun ahadun min al-anbiya'i qabli ose min an-nabiyyin qabli. Thot pejgamberi më dhën 5 gjëra që s'u kanë dhënë asnjë profeti para meje. Njëra prej tyre ka thënë utitu jawami'ul kalim, më është dhënë të folurit e pakt e të shprehurit, domethënë shumë ose ndryshe nëse mund ta quajon oratoria, edhe pse ka disa fjalë shqipe të cilat ndoshta nuk do të kuptoheshin. E përdorin në gjuhë shqipe, sido që të jetë oratoria, belaga në gjuhën arabe, është për qëllim se belaga ose oratori do të thotë që me pak fjalë të thua shumë. E para, e dyta, të zgjedhësh fjalët ku janë më të mira, ku janë më të bukura, ku janë më tingëlluese, më ndikuese tek dëgjuesi, edhe më tepër të kenë domethënë marrje ose kabull në veshin dhe në zemrën e dëgjuesit. Dhe renditja atyre ashtu siç duhet, domethënë renditja sa më të mirë që ta kuptoj dëgjuesi. Kjo është për qëllim domethënë oratoria, nëse mund të them në pika të shkurtra, andaj këtë ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu domethënë prej urtësisë apo prej mençurisë së imamit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është zgjatja namazit dhe shkurtimi i dersit ose i hutbës. Këta harrova të përmendit e hutbja, pra min fiqhil imam au el khatib, prej urtësisë ligjëruesit ose të imamit është zgjatja namazit edhe shkurtimi i hutbës, shkurtimi i dersit. Andaj duhet kem kujdes neve imamët në këtë pikë, edhe mos ta teprojmë karshi xhamatit ton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet nga Abu Davudi se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yutilu al-maw'idha yawm al-jum'ah, inma hiya kalimatun yasirat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e zgjatte hutbën e xumas, mirë po fjalët e tij ishin fjalë të shkurta, kelimat yasirat, fjalë të lehta, fjalë të shkurta ose të pakta, të cilat në disa transmetime law a'adtaha la a'adtaha, nëse dëshiroje ti numëroje, do të mund ti numëroje fjalët e tija. Edhe ne shohim se hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk janë gjata. Sido që të jetë kthehemi tek hadithi, thot kjo hutbë apo kjo këshill e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam transmetohet të ketë qenë pas namazit të sabahut. Transmetohet në disa hadithe se ka qenë pas namazit të sabahut. Dhe nga konteksti i hadithit kuptohet se fillimisht Resulullah e ka marrë një ders, e ka dhënë një këshill sa syt janë mbush me latë dhe zemrat janë tërqeth ose janë mbush me iman. Pastaj sahabët kur e kanë pa këtë këshill të fuqishme të pejgamberit edhe ndikimin e saj pozitiv përmes oratorisë, përmes sinqeritetit,
cila duhet t'i ketë patjetër imami. Imami duhet të jetë në fillimisht i sinqert, pastaj të jetë edhe orator, t'i rregulloj mendimet e tij mas pari në krye, le ta dinë se çka është të thonë. Jo herë dil poshtë herë nalt xhamatit mi ato llovit, se edhe nëse ti e ke idenë se çka po don me thonë, por nuk i randit si duhet fjalët, nuk mund me të kuptuar xhamati. Andaj një prej kushteve të imamit, domethënë ndavet është me ditë ai me fol, me qenë orator, që me u mbush menën të tjerëve, jo me dallaverë dhe me filozofina, por me argumente. Pra, e ka dhënë pejgamberi këshillën, pastaj sahabët i kanë thënë ka'annaha maw'idhatu muwadda'in. Po na duket kjo si një këshill e atij personi që don të jep lam të mirën. Domethënë, e personit që don të jep këshillat e mrama, emanetet e fundit, pastaj me dhon lam të mirë familjes ose antarëve të tjerë, njerëzve të tjerë. A ke pa njeriu në fund para një udhëtimi ose para vdekjes, i lën disa emanete, disa këshilla të përgjithshme që përmes tyre dëshiron që ata familjarët e vet pas tij të punojnë, përfitojnë. Edhe në këto çaste, me një njerëz që nuk të jepet mundësia edhe një herë më u taku, qoftë deri në vdekje, qoftë disa vite të tëra, gjata, gjatë një udhëtimi të largët ose udhëtimi të ndan përgjithmonë. Atëherë mundohesh të ja japish këshillat, mësimet edhe udhëzimet më të mira ti që mund të vinë mendje, përvojën tonë ose dijen tënde. Kështu edhe pejgamberit i thanë sallallahu alaihi wasallam, po na duket se një këshill më në fundit, andaj masi po duket se ky hadith ka qenë në vitet e fundit të jetës së tij. Na jep një këshill të përgjithshme. Fa usina, na këshilla. Akoma deshtën sahabët që me i këshillu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Radifat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Lutuan prej saj syt edhe u rënqethen zemrat. Këto dy veti janë veti të besimtarëve, të cilat Allahu xhaleshanu i ka përmend në disa vende në Kur'an, njëra prej tyre në surën Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu azza wa jall u të qethen, domethënë zemrat e tyre, ndërsa kur i lexohen argumentet e Allahut azza wa jall u mbushet zemra me iman. Wa bashiril mukhbitin alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Ajeti tjetër, ata të cilët thot kur përmendet Allahu të qethen zemrat, është shumë ajete pranë surën Hajj, në surën Anfal etj që Allah azza wa jall përmend këto veti të muslimanëve. Gjithashtu ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur përmendeshin këto gjëra, kur mbante ders pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndikante te vetvetja e tij, fjalët e tij ndikonin fillimisht te vetja vet. Ku në një hadith të nxjerrur tek Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot i ndronte gjendja e tij kur ai këshillonte. Jabir radiallahu anhu ka thonë kanë Nabi sallallahu alaihi wasallam idha khatab, Rasulullah kur këshillonte, kur mante hutbe, wa dhakara as-sa'a ishtadda ghadabu, kur përmendte kiametin i shtohej hidhrimi, wa ala sautuhu ingrihej zëri, wa hmarrat aynahu, i skuqet shinsut, kannahu mundhiru jayshin yaqul sabbahakum massakum. Thot sikur se të jetë njëri që na treg vërejtjen nga një ushtri që po afrohet për të na shkatruar, sabbahakum wa massakum, pe fjalës sabah dhe mesa apo mëngjes dhe mbrëmje, domethënë i cili ka këshilluar që pra të ruhen, të largohen nga ushtria, njeriu që vjen me këtë vrejtje ose me këtë kërcënim ose me këtë paralajmërim, atëherë ai i kuqet fytyra, i dalin syt prej vendit, e bërtet me za, e janë i shpëtani, ikni, largohuni prej armikut. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndronte gjendja e tij kur jepte këshilla. Kur këshillonte, domethënë edhe kur ja tërhiqte vrejtjen popullit të tij, mas pari vet ndikohej nga ajo këshill. Sepse prej kushteve të ndikimit të këshillës është se besimtari vetë njëherë duhet me u ndiku nga ajo këshill, pastaj edhe me pas ndikim fjala vetë të tjerë, nga se nëse nuk del prej zemrës këshilla jote, nuk do të ketë ndikim të ti, e nëse nuk ka ndikim të ti, nuk ka mundësi me pas ndikim të tjerët, sepse nuk ka pas ndikim të vetja e jote. Vazhdon, ja Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwadda'in fa'awsina. Ata si që përmendëm pak më përpara, i thanë sahabët se kjo duket sikur se të jetë këshilli e fundit për neve, andaj na jep domethënë amanetet e fundit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: "Usikum bi taqwallah." Fjala e parë të nderuar besimtar
që ka përmend pejgamberin shumicën e vendeve nëpër këshilla, po ashtu kanë përmend dietarët e selefit dhe vazhdojnë ta përmendin edhe sot si u dietarët ashtu edhe besimtarët, është që kur takosh me dikën, kur ta këshillon dikën, duhet ta këshillosh fillimisht me devotshmëri karshi Zotit. Takvallah, domethënë të jesh i devotshëm ndaj Zotit. Të vendosësh pengesë mes teje dhe dënimit të Allahut apo edhe hidhrimit të Zotit. Ato janë adhurimet. Besimtari duhet t'i këshillojë të tjerët me devotshmëri, ta këshillojë veten por edhe të tjerët. T'i këshillojë të tjerët me sinqeritet. Këto janë gjërat kryesore. Po s'pat sinqeritet, s'pat devotshmëri, të gjitha gjërat janë të kota. E pastaj në devotshmëri, kjo është fjalë e përgjithshme. Devotshmëri hyn çdo lloj adhurimi, të cilin besimtari ja bën Allahut Azza wa Jall, ashtu siç edhe njihet nga Ibn Taymija, al-ibada hiya qawlun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali wal mu'taqadat ila ghayri dhalika, siç ka thënë Ibn Taymija, adhurim domethënë ndaj Zotit, e që adhurimi është devotshmëri, është domethënë është fjalë e përgjithshme në cilën futet adhurimi ndaj Zotit, fjalët e mira, besimi i mirë, besimi në rregull, domethënë etj, mirësjellja me njerëzit, etj, domethënë çdo gjë me të cilën Allahu është i kënaqur, dhe e kundërta asaj domethënë jo devotshmëria është çdo gjë me të cilën Allahu Azza wa Jall është i hidhruar. Was-sam'i wat-ta'a. Pra rreth devotshmërisë nuk do të ndalemi për arsye se duhet t'i kushtohet një ders i veçantë kësaj, por neve jemi duke shpjeguar pak nga pak apo fjalë për fjalë shkurtimisht këtë hadith, duke ditë se nuk na mjafton edhe shumë koha. Was-sam'i wat-ta'a, me dëgjem dhe nënshtrem. Pra ju këshilloj me devotshmëri ndaj Zotit. Pastaj me dëgjem dhe nënshtrem. Këtu nuk është për qëllim dëgjimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut, po do të cekim pjesën tjetër, wa in ta'ammara alaykum 'abd. Thot ju këshilloj me devotshmëri ndaj Zotit, u kry pjesa e parë e këshillës. Tash po fillon pjesa e dytë. Thot ju këshilloj me dëgjem edhe respektim të kujt, edhe thot nëse përgjigjet si juj është një rob, edhe nëse vendoset si udhëheqës, kryetar, emir, përgjigjet si muslimanëve një rob. Në një hadith tjetër, abdun habeshi, rob nga Abisinia apo nga Etiopia. Edhe nëse domosdoshmë është i tillë, atëherë ju duhet ta dëgjoni. Me këto dy këshilla, thonë ulemat se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmbledh të gjithë dobin e ahiretit dhe dunjas, duke respektuar Allahun xhaleshanuhu, duke i qenë vend urdhrat e tij, besimtari e ndrejq punët me Zotin edhe e rregullon botën tjetër. Ndërsa, duke respektuar udhëhecin në këtë botë, udhëhecin e vet, ai e rregullon edhe dunjan e vet. E rregullon edhe dunjan e vet për të mund që përmes rregullimit dunjas ti bëj ibadet Allahut. Se nuk është një i cili nuk e ka dunjan e rregulluar dhe ka probleme, ka telashe. Domana është më i mangët në ibadet se sa njëri i cili rregullon dunjan. Kur themi rregullimi i dunjas, nuk është për qëllim rregullimi i dunjas duke na kushtuar në adhurim. Duke na kushtuar domethënë negativisht edhe apo në llogari të fesë. Por rregullimi i dunjas nënkupton në ato gjëra në të cilat mund të ndëgjohet, në të cilat nuk preket feja, në të cilat janë në pajtim me dinin islam dhe Zoti nuk i dhrohet me to. Nuk mërzitet Allahu Azza wa Jall me to. Pra këto janë për qëllim këto gjëra që besimtari ta dëgjojë udhëhecin e tij dhe ka obligim që ta dëgjojë udhëhecin. Kjo është akide e Ahlus Sunnetit. Këto janë hadithet e transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku edhe nëse do bëhet udhëheqës një njeri mëkatar, përderisa ai ty nuk ta pengon dinin dhe përderisa nuk të bën zullum, ai e ka për vete ti për vete. Por edhe nëse të bën zullum, edhe mundësia domethënë për hekjen e tij është e vogël, atëherë nuk ndërmerren gjëra të tilla. Edhe nëse, edhe nëse bën zullum, edhe nëse nuk të jep hakun ty si besimtar, ti ke obligim që t'i japish hakun të shtetit ose t'i japish udhëhecit, hakun e ai pastaj apo hakun tënd që ai ta merr lypja Allahut xhelaluhu. Por sido që të jetë, besimtari ka obligim që të ndëgjoj. Andaj edhe neve udhëhecat musliman duhet të ndëgjojmë edhe nëse janë mëkatar. Të ndëgjojmë domethënë në gjërat të cilat nuk janë në kundërshtim. Por këtu futen edhe ligjet edhe rregullat e vendeve ku nuk ka shariat, nuk ka domethënë udhëheqje islame, por udhëheqje jo islame, mirë, por në pikat, në gjërat, në rregullat, në ligjet në të cilat nuk sfidohet feja dhe nuk janë kundërshtim me mësimet e islamit, atëherë jemi të obliguar që t'i dëgjojmë udhëheqësit e atyre vendeve dhe
domethënë të respektojmë ato ligje përderisa ato nuk janë fesad në fytyrë tokës dhe ndalojnë fesadin në fytyrë tokës dhe nuk janë në kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Andaj besimtari duhet ketë parasysh këtë pikë. Ky është dallimi domethënë mes ehlus sunnetit dhe grupeve tjera, apo një prej dallimeve, mos them dallimi, por njëri prej dallimeve mes ehlus sunnetit dhe grupacioneve të cilët qoftë ata të cilët i respektojnë edhe i shëjtrojnë qoftë udhëhecit musliman, qoftë jo musliman, ose grupe tjera të cilët i çojnë në ferr, në xhenem, të gjithë domethënë edhe udhëhecat musliman të cilët kanë ndonjë vërejtje ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kur i kanë thonë ja Rasulullah, thotë do të vinë njerëz udhëhecat të cilët do ta vonojnë namazin, të cilët do të bëjnë kështu e kështu, para përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam disa gabime, i thonë sahabët ja Rasulullah, çka të bëjmë? Atja u hjekim kokën, ati luftojmë, thot, jo ma e kamu fikumus salah, jo përderisa do më thonë e falin mesin e juj namazin. Do më thonë përderisa e në udheqës që shihen me isharete tjasht me islame, edhe nëse duket që bëjnë mëkate, mirë po e falin namazin, duket se japin zekatin, paraqiten, duken si musliman, atëre kemi obligim, do më thonë që ti ndëgjojmë, të respektojmë në të gjërat cilat nuk janë kundërshtim dhe ti konsiderojmë se udhëhecat tanë dhe ta lypim hakun ton prej Allahut, kurse neve hakin e udhëhecave t'ja japim atyre. Mirë, sëllë që tjetë, kjo është e mjaftueshme rreth kësaj pike, do më thonë që pra udhëheci të ndëgjohet përderisa është musliman, ke i devotshëm apo ke mëkatar, devotshmëria është për veti dhe për musliman, ndërsa mëkati është kundër ti, do të jenë ditën e gjykimit, ndërsa muslimani duhet të bëj sabër karshi udhëhecave të tij. Pastaj probleme tjera ose mesele tjera janë se kur kërkohet, kur lejohet që të ngritesh kundër tij, etj. El Abdul Habashi, rob i Etiopis, siç e përmenda, më thonë në këtë hadith, ulemat kanë thënë se nuk ka për qëllim vetëm emri i këtij shteti, po është vetëm një lloj shembulli se në botën arabe kanë qenë të njohur, domethënë robt nga Abisinia apo nga Etiopia, cilët kanë qenë të ulur edhe të nënçmuar në shoqëri. Prandaj pejgamberi ka thënë, jo se nëse veç nga Etiopia ju bën udhëheca, nëse vjen dikush nga Sudani ose vjen nga Afrika e Jugut, ju mos e ndëgjani udhëhec. Veç ata nga Etiopia. S'është ky qëllimi. Qëllimi është një shembull i thjesht që ka ekzistuar në atë kohë, ashtu siç ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër, thotë kush e ndërton një xhami, qoftë edhe sa strof kullaje, pulës apo e zogët, do më thonë ku e bën vezën, vendu ku e bën vezën, Allahu azza wa jall do t'ia ndërtoj atij një xhami në xhenet. Pra nuk ka për qëllim vërtet një xhami që është vogël, por është një shembull, jep me kuptu sado që i vogël që është ndërtimi i xhamisë ose ndihmesa që ja bën besimtarin në xhamie, përmes saj Allahu është shpërblen xhenet. Kështu edhe robi prej çfarë do vendi që është, nëse është rob, por është bën udhëheqës, atëherë duhet të respektohet. Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Tash fillon pejgamberi në pjesën tjetër me na tregu neve disa gjëra të gajbet, të fshehta të ardhshme, që do të ndodhin në të ardhmen. Fillimisht e dim se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka njohur të fshehtën, çka do të vjen nesër. Por nëse ka fol rreth tyre, për në disa raste ka fol nga shpallja që i ka ardhur prej Zotit. Përndryshe, pejgamberi parimisht nuk e ka ditë të fshehtën. Në këtë hadith thot, faman ya'ish minkum, kush do të jetoj prej jush pas meje, do të shikoj kundërshtime të mëdha. A ja ka qëllu? Po, ja ka qëllu. Me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur shumë përçarje në mesin e sahabëve, mesin e munafikëve, mes sahabëve dhe munafikëve. Pastaj edhe sahabët janë përçarë rreth disa çështjeve, rreth udhëheqësit të muslimanëve në disa grupe, domthonë apo në dy grupe kryesore, ku prej njërit grup, prej grupit të Aliut radhiyallahu anhu, ka dalë edhe grupi i tretë, ai i Xhavarixhve, të cilët kanë qenë të njohur për kokë trashësi dhe kokë fortësi dhe mos dëgjueshmëri dhe mos arsye. Kanë qenë të njohur me këto sifate, pra ignoranca të ta ka qenë shumë e madhe. Dhe ata janë bën grup i veçantë, grup në vete. E gjithashtu, këtë hadith e vërteton edhe hadithi i tjetër i pejgamberit në të cilin thot iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, janë përçarë jahudit në 71 grupe, pastaj krishterët në 72, ndërsa ummeti do të përçahet në 73 grupe, kulluha finnar illa wahida. Të gjitha do të jenë zjarr përveç njerës.
qalu faman hiya ya Rasulullah ose faman hum ya Rasulullah, kush do të janë ata apo ai grup ya Rasulullah, thot ama ana alayhi wa ashabi, ai grup është që e pason mësimet në cilat unë jam edhe shokët e mi. Ose hadithi tjetër ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ato mësime që unë jam sot dhe shokët e mi. Edhe shokët e mi do më thonë është për qëllim sahabët, ky është grupi i vetëm i vërtet. Të njëjtin hadith atje që transmeton për Muaviju radhiyallahu anhu, transmetohet edhe apo po vërtetohet edhe këtu. Pra keni me pa kundërshtime të mëdha. Mirë, çka me bëja Rasulullah? Fa aleikum bi sunnati. Thot atëherë pasojeni sunetin tim dhe sunetin e udhëhecave të drejtë që do të vinë pas meje, të drejtë dhe të udhëzuar. Ar-Rashid, Khulafa ur-Rashidin. Khulafa i thot shumë si fjalës khalife, udhëheqës apo zavendës. Inni jailun fil ardi khalife, ka thonë Allah për Ademin a.s. me laçeve ka thonë, unë do të vendosin një zavendës timin fytyrë tokës. E khalifa është zavendës apo ndryshe udhëheqës, një përgjithës. Khulafa ar-Rashidin, fjala Rashid do të thot ai i cili ka kuptuar të vërtetën dhe punon me të vërtetën. Kjo fjalë do të thonë e ka kuptimin Rashid. Pra, sahabët përveç që kanë kuptuar të vërtetën, ata kanë punu edhe me këtë të vërtet, përkundër do të thonë sekteve, përkundër njerëzve të devijum, të cilët janë nda pastaj në dy grupe tjera. Njëri grup ka qenë ata të cilët e kanë njohur do të thonë të vërtetën, mirë po nuk kanë punu me ta. Ai quhet gawi i cili e te i kalon hakun, e te i kalon apo bën zullumçar, e njeh të vërtetën dhe nuk e pason atë. Edhe grupi tjetër është dal i devijuar, ai është personi i cili as nuk e njeh të vërtetën, as nuk punon me ta. Rashid, pra karshi udhëzimit janë tre persona. Rashid i udhëzuar, ai i cili njeh udhëzimin dhe punon me udhëzim. I dyti është gaw apo dhalim, ai i cili njeh të vërtetën edhe nuk e pason atë ose nuk punon me ta, dhe i treti është dal, pra për fjalës dalalet, humbje, i devijuar, ai i cili as nuk e njeh të vërtetën, as nuk punon me ta. Kështu do të thonë, kur vjen fjala Rashidin, është për qëllim këta sahabë, këta udhëheca të cilët kanë qenë të udhëzuar. Cilët janë Khulafa ur-Rashidin, për cilët ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kapuni për mësimet e mia dhe tyne. Mësimet apo Khulafa ur-Rashidin, sipas një transmetimi, përmendet se do të jetë udhëheqja e drejtë ala minhajin nubuwa, sipas mësimeve profetike, do të jetë 30 vite mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj do të përfundoj. Pastaj do të vinë domethënë udhëheqësi të tjera, të cilat janë cek në disa hadithe me zinxhir në të cilët apo rreth të cilëve ka fjalë. Sidoqë të jetë 30 vite mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, konsiderohet të jenë udhëheqës të drejtë Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliju. Kështu sipas kësaj radhitja dhe ka ardhur jeta atyre apo udhëheqja atyre. Ebu Bekri i pari, pastaj Omeri, pastaj Othmani, pastaj Aliju radhiyallahu anhu. Edhe pse Imam Ibn Kathiri kur analizon me muaj dhe me data të sakta, futet edhe Hasan ibn Aliju radhiyallahu anhu, nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë në këtë udhëheqjen e drejtë. Mirë po, a quhet a futet në 4 udhëheqësa të drejtë Hasani, djali i Aliut, nuk futet. Ai ka udhëheq 6 muaj. 6 muaj ka udhëheq. Mirë po, si udhëheqja domethënë e drejtë në këto 30 vitet mas vdekjes pejgamberit hyn sipas Ibn Kathirit edhe Imam apo Khalifja Hasan ibn Aliu radhiyallahu anhu. Por sido që të jetë në ummet janë të njohur 4 udhëheqësa të drejtë dhe vije i 5 prej tyre, ai është Omer ibn Abdulaziz, ku ulemat e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit apo thënë ndryshe edhe më gjerë e pranojnë se Omer ibn Abdulaziz ka qenë, pra i cili ka udhëheq në vitin 99 deri në 101, ka qenë edhe ky udhëheqës i drejtë, pra Khalifja i drejtë i 5, ku me kryengritjen e Abbasive, domethënë edhe me marrjen dorë të pushtetit nga Abbasit kundër Emevive, vjen edhe i prishin apo i shkatrojnë edhe nëse mund të thon pak i përdosin varrezat e udhëheqësve Emevit, përveç kur vjen puna tek varri i Omer ibn Abdul Azizit,
kjo ushtri, kjo ushtri nuk e ngacmon varrin e tij duke e nderu, edhe për së vdekuri dhe duke qenë të kënaqur me udhëheqjen e tij. Addu alejha bin nawajid, kapuni fort, kapuni me dhëmballa. Pra aq fort sa dhëmballat e njerëzit janë ata të cilat e shkyjnë një gjë. Pra kur e shtyngojnë ata dhe e shkyjnë një gjë, qoftë sopën e mishit apo diçka tjetër, ndërsa ato që e prejnë një gjë janë dhëmbët e përparën, si ata poshtë si lart, si pjesa poshtë ashtu edhe larta. Mirë po, ata që e shtyngojnë edhe e shkyjnë edhe e majnë fort janë dhëmballat. E nifën më të fuqishme, edhe kanë disa fuqi të shtypjes aq të madhe. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formë alegorike, nëse mund me thonë, ose simbolike, ose si shembull e ka pru dhëmballën që aq fort duhet të kapet besimtari. Aq fort duhet të kapet pas këtij. Po ashtu, nëse ndalim në tefsirin pak më gjatë ose në tawilin e kësaj fjalie, arrim të kuptojmë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra në mënyrë alegorike që përmenda më herët, ka dhënë me kuptues edhe nëse futni në gojë këtë, mos u friksoni se kjo as nuk ju helman, as nuk ju dëmton, as nuk është e papastër. Pra ky sunet, mos keni frikë, kapeni me dhamë se s'ju helman, nuk ju dëmton, nuk ju prish, përkundrazi vetëm përfitoni prej tij, edhe do të keni dobi. Andaj këta janë khalifët e drejtë. Mirë. Prej 4 khalifeve të drejtë, duhet ta kem parasysh se suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është obligim për të pasu, por është obligim edhe sunetet e khulefau rashidinëve që të pasohen. Mirë, a është lind pyetja, a është patjetër sunetet e khulefau rashidinëve me qenë pajtim me sunetet e pejgamberit apo me këshillat e pejgamberit për më pasun apo me i marrë në ato mësime të khulefave apo jo? Themi kështu. Sunetet e khulefave, edhe nëse nuk kanë nas tekst kuranor apo të hadithit, janë argumente në vete, janë sunete në vete, se khulefau rashidin, udhëheqësat e drejtë dhe të udhëzuar, kështu janë quajtur për arsye se kanë qenë të udhëzuar. Iqtadau bi hadhaini ladhaini min ba'di. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë thotë, kapuni për udhëzimin e këtyre dyve dhe ka bërë me shen ka Abu Bekri dhe Omeri. Edhe dihet se udhëzimet e këtyre sahabëve, po ashtu pasaj të Uthmanit dhe të Aliut kanë qenë udhëzime të sakta, nuk kanë qenë apo nuk ka pas të ta gabime ose vrejtë të noja. Po mirë, a të ndëgjohen këta sahabë, a janë, apo këta 4 sahabë, këta 4 udhëheqësa, a janë dënë thot argument karshi sahabëve të tjerë? Themi po. Nëse Abu Bekri ka thonë diçka, e dikush prej sahabëve tjerë ka kundërshtu, fjala e Abu Bekrit vjen në radhë të parë. Mirë po, nëse 4 sahabët, 4 khalifët kanë radhë dakord gjatë udhëheqjeve të veta për një mesele, atëherë kjo është argument i prerë hujjatun quhet. Pra, hujja quhet argument. Mirë po, nëse në kohën e një sahabiu, një khalife prej këtyre 4 khalifeve, pra pikë tjetër, nëse në kohën e tyre ka fol një fetva ky sahabi, ky khalife, dhe sahabët tjerë nuk e kanë kundërshtu, kanë hesht, ose kanë miratu, ose kanë hesht, atëherë kjo është ijma, bashkim, konsensusi i sahabëve. Por nëse ka pas kundërshtar, kjo nuk është ijma, nuk është konsensus, por është argument mbi fjalën e atij sahabiu tjetër, kush do të qoftë ai. Prandaj nëse 4 khalifet, njëri prej 4 khalife sjell diçka, një fetva, një ligj, në shariat, që nuk ka mbështetje paraprake, por as kundërshtime nga hadithet apo nga ajetet, atëherë themi neve kjo është argument dhe duhet punohet patjetër me ta. Siç është rasti domethënë namazit taravis. Në kohën e Omerit radhiyallahu anhu që u bashkuan pas një imami. Edhe ata të cilët thonë se Omeri për herë të parë ka shpik, e ka bërë këtë bidat sipas tyre, neve i themi se ky nuk është në fakt bidat. Pse? Se sunetet e Omerit janë apo udhëzimet e Omerit janë sunete islame, janë argumente fetare, që nuk t'jap ty drejt se Omeri pas ka shpik sipas teje diçka të re, taraviti pas ka qit aj. Kështu po e quajmë na. Ty nuk t'jepet drejta që në kohën tonë ose në mas vdekjes Omerit ose në kohën e tabiinëve dikush me qit diçka bidat namën se Omeri ka qit, po çes edhe on. Se Omeri ka pas drejt se ka qenë njeri
i udhëzuar dhe pejgamberi ka thonë udhëzimet e tyre, mësimet e tyre merrni. Pra ato janë argument në vete. Edhe pse puna e taravive nuk është se Omeri i parë ka shpik. Omeri veç e ka ringjallë në sunet që e ka lënë pejgamberi nga friga e bërjes farz. Pastaj tubimi i Kuranit në kohën e Abu Bekrit në një vend, shumëzimi i Kuranit në kohën e Uthmanit. Të gjitha këto janë sunete, cilat kanë argumente në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk janë shpikje të tyre. Por edhe sikur të ishin shpikje, siç është ezani i xhamas, ezani i dytë në kohën e Uthmanit ibn Affanit, apo ngritja e disa minareve e disa vendeve më të larta, gjithashtu në kohën e Uthmanit, etj, neve themi se këto janë argumente fetare dhe nuk janë bidate prej aty në sahabëve. Sepse sunetet e tyre, udhëzimet e tyre janë argument që i pranon feja, e jo domethënë edhe udhëzimet apo mësimet tonë e njerëzve, domethënë mas vdekjes së këtyre sahabëve ose këtyre udhëzve. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Kujdes nga gjërat e shpikura. Fjala muhdatha apo fa inna kulla bid'atin dalala, fjala muhdatha domethënë diçka e shpikur, diçka e re. Kurse fjala dalale, apo më fal, fjala bid'a, domethënë diçka e shpikur pa shembull paraprak, e që në aspektin fetar domethënë diçka e shpikur në fe pa shembull paraprak, e cila e rivalizon Islamin ose Sheriatin. E rivalizon Sheriatin. Kjo është për qëllim domethënë në aspektin fetar. Kjo çdo shpikje është bidat, po dhe çdo punimi i shpikjes së kaluar të mëhershme edhe ajo është bidat. Nuk ka bidat domethënë veç me shpik edhe kaq. Po bidat është edhe me punu një shpikje më të hershme. Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Bazon hadithin e pejgamberit i cili thot, kush shpik në fen ton atë që s'është prej saj, ajo është e refuzuar. Pra kush shpik. Pa hadithi tjetër thot, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush punon një punë të cilën nuk ka domethënë argument ose nuk është në këtë çështjen tonë, nuk ka bazë në fen tonë, atëra është shpikje. Këto dy hadithe japin me kuptues edhe shpikësi, edhe vepruesi i bidatit, që ka gjetë të shpikur, të dytë e kanë të ndaluar. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, se vërtet çdo shpikje është bidat. Dhe çdo bidat është dalalet, është humbje. Edhe çdo humbje të shpije në zjarrin e xhehenamit. Kështu sipas haditheve të sakta të shënuar domethënë tek të gjithë dietarët apo të shumica e dietarëve me sened apo me zinxhir të transmetuesve të saktë. Ma ahdatha qaumun al-bid'a illa rufi'a min mithla min as-sunnah fatamassukum bi sunnatin khairun min ihdathi bid'a. Sipas hadithit, domethënë sipas një transmetimi që thuhet se është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po në fakt kjo është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Omeri e nga shumë sahabë të tjerë, të cilët thonë se shpikja në bidati është vdekja në suneti. Automatikisht vdekja në suneti. Andaj më mirë është me punu thot në sunet se sa me shpik një bidat. Se njeriu ka nevojë zemra e njerit për diçka të re. Andaj në momentin që njeriu e lën një sunet, ai ka me zaventu çat sunet me një bidat. Andaj kanë thonë ulemat më mirë puna pak e sipas sunetit se sa të punosh shumë e sipas bidatit. Andaj pretendimi se ka bidatet mira është i pasakt. Në fakt të gjitha bidatet në fe janë të ndaluara. Dhe shohim neve njerëz ignorant për fat keq, të cilët dojnë me u arsyetu shembull me telefonin, me makinën, me orën e dorës, me mobilin, me laptopin e tij, e ku diçka, duke thënë se edhe këto janë bidate, pse po i vepron. Ne themi domethënë se ai nuk e ka kuptuar temën se cili bidat është i ndaluar. Pra bidati i cili ka të bëjë me fen. Ndoshta është mungesë e informacioneve rreth këtyre çështjeve, por sido që të jetë, ata para se me kundërshtu duhet të kuptojnë se çka është për qëllim me bidatin e ndaluar. Pra është për qëllim bidati që e rivalizon fen. Ndërsa nëse nuk e rivalizon, ai nuk është bidat. Pra të flasësh në telefon me celular nuk ka bidat. Por kur bëhet bidat të folurit në telefon me celular? Nëse përmes këtij të folurit ti thua kështu, unë me këtë folje të folur po bëj ibadet. Është më sevap me fol në telefon thot për çaf, se sa me i fal 2 rekat nafile namaz ose se sa me fal xhuman. Nëse ai përmes që sa folet kot, me një shok për çaf, flet fjalë dunjas, e rivalizon namazin e xhumas ose në sunet. Thot më mirë që kjo se sa që xhumaja, neve i themi që tash ky niyet yt, telefonata jote është me vend,
nëse është koha e duhur, po niyeti yt dhe momenti yt, kur po flasish dhe me çfarë qëllimi po flasish, të është bën haram tash të folësh në telefon. Ke bën shpikje në niyetin tan. Andaj në këtë rast ajo ndalohet. Nëse tjetri merr makinën edhe hyp në makinë, thotë më mirë më nejt në makinë, se sa me shku në xhami me nejt, neve i themi kjo e ndenjur në makinë, makina nuk është bidat, por kjo e ndenjur me këtë niyet është bidat. Pra do të thonë mund të shndrohet një shpikje dunjas në bidat. Por se parimisht ato janë të gjitha të lejuara, çështjet shpikje të dunjas janë të lejuara dhe nuk futen në radhët e bidateve, përveç nëse në një formë ose tjetër e rivalizojnë shariatin. E rivalizojnë adhurimin, ibadetin. Atëherë kalojnë në gjëra të ndaluara. Kështu do të thonë, ky hadith fa aleikum bis sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kull bid'atin dalalah. Pra, ky hadith në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi kishte dhënë këshill, edhe këshillën e fundit është hadith bazë apo prej haditheve bazë që flasin për pasimin e sunetit dhe hadithi kryesor që tregon se sunetet e khulefau rashidinëve janë sunete speciale, mustaqilla arabisht quhen, mustaqile të veçuara, të pavarura nga sunetet të tjera, nga sunetet e pejgamberit. Andaj fjalët e sahabëve kur merren për bazë, sahabëve dhe tabinëve, kur kanë mbështetje në Kur'an dhe Sunet, përveç fjalës së khulefau rashidinëve, edhe nëse nuk kanë mbështetje në Kur'an dhe në Sunet, por nuk janë kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, ato janë argumente të veçanta në fe. Dhe sunetet e tyre, këshillat e tyre, udhëzimet e tyre janë argument në fe. Nëse bashkohen mendimet e 4 khulefave, ato janë hujja. Më thonë, hujja janë argument në vete, por edhe nëse nuk bashkohen, edhe nuk ka kundërshtim mes tyre, pra ka heshtje, ata prap janë argument, ndërsa nëse bashkohet mendimi apo i bashkohen fjalës së khalifës, i bashkohet edhe pas sahabët tjerë bashkohen, ajo quhet konsensus, ijma. Quhet ijma dhe është më i fortë se sa vet argumenti, se sa vet hujja. Se sa vet, domethënë është argument mbi argument. Andaj ardha në pajtim e një khalife me khulefat tjerë mas, nëse e pasojnë, ndëgjojnë edhe tjerë të punojnë me ta, është argument. Gjithashtu edhe mos kundërshtimi nga sahabët tjerë apo pranimi nga sahabët tjerë, edhe ajo është argument në vete. Por nëse vjen mendimi i khalifës në kundërshtim me mendimin e një sahabiu tjerë, parimisht i jepet përparësi mendimit të khalifës, të Abubekrit, Omerit, Uthmanit ose Aliut. Mirë po nëse ndodh që rastësisht ndodh që në sahabi me pas argument nga Kurani dhe Suneti dhe me mujt fjalën e khalifës, atëherë normal se i merret ati sahabiu tjetër, jo për hatër të emrit tij, por për hatër të argumentit tij, edhe pse shamuj të tillë ne veç teorikisht po i përmendim si mundësi, edhe pse ndoshta praktikisht nuk mund të gjejmë raste të tilla. Sepse nëse një sahabi ka një argument dhe halifja mendon ndryshe, ai sahabiu ka qenë burr dhe ka shkuj ka tregu halifës. Jo sikurse neve sot që rrim duke i kritikuar hoxhallart, edhe njerëzit që hapin fetva i kritikojmë nga anash dhe nuk bëhemi burra që të shkojmë edhe ta këshillojmë, jo ta kritikojmë. Ta këshillojmë për hir të Allahut azza me ajet, me hadith, me argumente, tulmi para tij dhe t'i sqarojmë gjërat. Ose ta bindim, ose ta kuptojmë se neve jemi gabim. Andaj, ky është një komentim i këtij hadithi të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili meriton shumë më tepër koment, i cili për çdo fjalë meriton të veçohet një ders i veçantë, por duke ditë se stili, mënyra, forma e ligjërimit të këtyre haditheve apo të komentimit të këtyre haditheve nuk na e lejon një komoditet dhe një mundësi të tillë, por sidoqë të jetë është pra një kuptim, një shtjellim i shkurtër i kësaj teme që të kuptohet sadopak secila fjalë e pejgamberit alayhi salatu wasalam sa më mirë që është e mundur. Lutë Allahun azza xal që të më bëj mua, t'ju bëj edhe ju edhe gjithë besimtarët për atyre njerëzve të cilët e dëgjojnë pejgamberin, e marrin këshillën e tij, i ndëgjojnë udhëhecit e tyre musliman, i pasojnë dhe i nderojnë apo i ndëgjojnë këshillat e tyre, dhe Allah na bëft të sinqert neve me dinin islam dhe na bëft prej rashidinëve, prej njerëzve të udhëzuar që e njohin udhëzimin dhe e pasojnë ata, e nuk na bën për atyre që e njohin udhëzimin dhe e kundërshtojnë ata, apo për atyre që as nuk e njohin, as nuk punojnë me ta. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft.
dhe Allahu Azza wa Jall na fut në hijen e tij atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Në fund të gjitha falëndrimet si në fillim ashtu edhe në mbarim i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, duke ju përshëndet me përshëndetjen islame dhe duke lënë në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتهي